Prokuroria e Shkodrës ka goditur pasurinë e shtetasit Brikeno Binoshaj duke vendosur sekuestro mbi automjete, mjete motorike dhe dhogari bankare në emër të tij dhe të familjarëve. Vendimi është marrë nga gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër në kuadër të ligjit për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit përmes masave parandaluese ndaj pasurisë. Sipas hetimeve, Brikeno Binoshaj rezulton i dënuar më parë nga autoritetet franceze për trafikim të lëndëve narkotike. Pas verifikimeve financiare, organet ligjzbatuese kanë konstatuar dyshime serioze se ai dhe familjarët e tij zotërojnë pasuri dhe të ardhura të pajustifikuara, të cilat nuk përputhen me nivelin e të ardhurave të ligjshme të deklaruara. Si rezultat janë sekuestruar një sër mjetesh luksoze dhe mjete motorike, konkretisht një Mercedes 2 motor Piaggio Gilera dhe Yamaha në emër të Brikeno Binoshajt, si dhe automjeti Volkswagen Golf dhe një motor Yamaha në emër të familjarit GB. Po ashtu është sekuestruar edhe një automjet Lancia Y në emër të shtetasit EB. Në kuadër të njëjtit vendim, gjykata ka urdhëruar edhe bllokimin e të gjitha llogarive bankare në emër të Brikeno Binoshajt dhe familjarëve të tij. Hetimet për verifikimin e burimit të pasurive vijojnë, ndërsa autoritetet theksojnë se masat janë marrë për të parandaluar përdorimin e pasurive të dyshuara si produkti veprimtarive kriminale.